Atëherë durim edhe Drenica Knatësit jam këtu me juve në një ambient kaq të këndshëm. Ju si dyshe njini edhe pak për këta që ju karakterizon natyra edhe muzika. Qysh është kjo ndjesia që me e gjetë kohë përveç muzikës edhe studiove që mbylleni për me e kriju muzikë, qysh është edhe kjo pjesa me kalu kohë edhe jashtë në natyrë? Fillimisht mirë se keni ardhur. Nuk e di. Me përshkru, shumica na bujnë pyetjen që ai kishin nda ma mirë muzika, ma mirë mali. Mi ndasimi vra dyat janë një farë kombinimi fantastik që the edhe ti për shkak të jetës natës që e bujna në zhurmave me muzikë, gjithmonë e gjejmë qetësinë në mal. Malje, natyra, ecjet që bëni, sa ju inspiron për muzikën që ju e bëni? Shumë. Faktikisht mua dhe më ka kthy mali në muzikë përsëri, se kum pas një pauzë prej hikingit që më kthy prapë muzikë. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme. Për juve durim na ju këna njoftë juve si muzikant, po pastaj ju njofëm edhe për ecjet, për hiking edhe si. Po që shu ktheve edhe në ecje edhe që u bune ta mënë, nështë ta me profesion edhe bjeshkatare? Faktikisht në prej fëmijë jam konë mes muzikës edhe sportit, po lloji sporti që kom bo nuk ka qenë hiking, kom qenë futbolist profesionist në atë kohë, po mas një lëndimi dhe u dasht me lon futbolin edhe me vazhdu vetë shkollën edhe muzikën. Pas kësaj fillova me gjetë veten në për natyrë, mu kthy natyrë se qysh thojnë një thanje njeriu lindën prej natyrës edhe shërimin për çdo gjë e gjen në natyrë. Kur po thom shërimin, po mendoj për pjesën e relaksimit edhe ngarkesës psiqike, që nuk është edhe bashkë e vogël për neve që merrem me muzikë, se me marr pjesë në hengje ku ka shumë njerëz, ku ka zhurmë të madhe që zakonisht volumi është mbi ato decibel të lejuar për një gjendje të rregullt psiqike, po qa me bo, e mandej shërimin na e gjejmë të dalë natyrë. Edhe unë kom fillu me dalë natyrë, po kom fillu me dalë në mënyrë amatere që e quajmë na tash që jemi bo profesionist, edhe me shiu natyrën, mandej me dalë në për male, me dalë me hyp në për maja dhe kështu. Edhe mas një kohë, kjo puni ka 3 vite, e ma shumë se 3 vite, nështë u takova me Drenicën dhe fillu me bo muzikë bashkë edhe ndër bisedat që i kishim, thatë kom pa që del male, edhe pse s'po kthehesh me bo këtë punë apet tamon, qysh ja ka hije, mandej unë i tregova storjet e jetës sime, unë e pata një kohë që e patalon malin, puna që një shok imi që ka dalë në mal me mu nuk ka shtë mu, edhe mandej... Kjo ka ndiku që me u shkput? Po, ka ndiku mu shkput se të në kohën jemi qenë bashkë në mal, kështu që mas i shkajaj, mu e kisha problem mandej me hypë mal, se kujtimet e sendet. Mandej tu bo shok me Drenicën, me tu najt ma shumë bashkë, tu qenë masi mbindi më kthy edhe një herë, si... Edhe u riktheva dhe tani e kena bo profesion. Nuk të vëfaj, as ty as vetës janë tjesht, grackat e jetës. Lidhja që e keni kriju mes muzikës edhe natyrës e ka gjetë një duo perfekte, si qeni edhe ju. Po, që kjo na ka ndërlidhë edhe mu e Drenicën edhe për këtë arsye edhe na jemi bashkë, se kemi pas muzikën, sportin, edhe plot profesione tjera dhe plot dëshira tjera që i bujmë bashkarisht, kështu që kjo rezulton në qatë duon që e kemi kogja nice edhe kogja hard lidhën. Qysh e gjeni një bashkëpunim nëse një ide të përbashkët për me realizu qoft një këngë, qoft një projekt me rikriju prapë?
Unë e Sa thom, jeni të përbashkët mendime? unë e thom shumë shpesh në për intervista, me punu me Drenicën është shumë letë, veç duhet me ngu këta. Kjo është çështje si sukses. Jo, nuk është e Për vërtet. shka zotin a i ka palë 2 veshe një goj, është ma mirë 2 hise me ndëgju, 1 hise me folë, shtu që aj që më rrim me ndëgju ma shumë është gjithmonë ma i pasur, se thith informata, e pasëron fundin e vetë informacione Do ma të shumë. Drenica po do me kundërshtua. Nuk është e vërtet, që du më thonë që